Po kjo është historie një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hajde tash ç'është sot atë kështu. Po tash, çështo, domethënë s'po dihet kush më nisi fare. Po çata thash, hajde vetë t'ja bëj befasi. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Ola Kretëve që jeni tu na dëgjuar në këtë momente, në këtë ditë të bukur vere që nisi me 30 e sa gradë Celsius. Paktën kështu vetura e ka paraqitur në për disa qytetarë që kanë dërguar foto, ka qenë shumë nxehtë, vazhdon me qenë nxehtë, nuk e di na këtu tash me izoluar me këto klimat e nuk e dim ç'është gjendja jashtë. Po, kena një që është nxehtë, kështu që uroj që keni shiju këtë ditë bukur, si dita e parë e verës po doket. Por ndryshe meteorologët po na thonë që maksimala për ditën e sotme ka më shku 29, që ka më undjes sikur 30, jo, po pak po doket atë që i patëm do ditë ka 16 au 18 që ne lypshim. Në vetur mund 31 ma ka qit sot. Qysh nga nesër mundet me ta qit 30 e tutje, sepse nga nesër temperaturat do jenë 30 e tutje. Domethënë po vjen vera. Vikendi do të jetë plak. Po, për ndryshe ju që jeni duke na ndjekur përmes Glam Radios në për vetura, mos harroni me na dërgu foto dhe me na tregu për ato pjesë matë ngarkuarat se ku janë, duke na dërguar foto, na informojmë krejt pjesëtarët të tjerë në komunikacion. Na ka ardhur një përshëndetje qysh në fillim prej Londrës, përndryshe për krejt diasporën përshëndetje, edhe faleminderit që jeni pjesa më e mirë e këtij emisioni. Edhe ju presim me na telefonu, masi ta prezantojmë edhe temën, edhe këngën e parë që na më dëgjues tash. Sot tema është kështu. Shpesh jemi pishmancim për do vendime që kemi marrë ose për disa gabime që ndoshta e kemi bërë dhe sikur ti kisha pas edhe një fal mend. Hajde tash na tregoni nëse i kishit pas edhe një pal, për çka e kishit frizuar, çka kishit vë me to. Çato që a ju s'keni hiç? Ti kisha dikush se njëre kise dikush thot. Dikush. Thojna na. Ti kisha pas mena, din, thojna. Kisha pas mena. Diun se kisha bërë. Ani mo kur flitet për dikën tjetër që kena qef mi dhon gjithmonë ato mendimet tona, domethën paragjykimet. Çka kisha bone, po. Ta kisha gjithë ma lirë. Ta gjonë ma lirë. Mirë, po, gjithë ta gjonë një ma lirë. Me ato një palmen tjera, ekstra, kështë gjithë ma lira jo. Mos harroni edhe me na dërgu foto, me na tregu për pjesë të ngarkuara, pra, në Viber njëjti numër, në 049978978, njëjti numër ku ju presim edhe me na telefonu, veç kam fillu me arriti telefonatat e para. Por fillimisht po e dëgjojmë Anxhelën bashkë me Besën edhe Marinin, pastaj po rikthehemi e po ju presim me telefonata. Është një dush njerëz që po knojnë këtu. Plot pas. E qove në kom, mo nuk din mull, do të me ngrej dikush, do me thonë, kontra mi thonë, nalu, për e nalu. Kjo është e para, me thonë edhe këtu ndodhe e njejta. Se shqiptarët kanë zakon me priti, do me thonë, dikush nuk sona e para. Mësu që se më spotran, a di po thonë, që kja me një herë tu. Na ka dërgu dikush një foto dhe për na tregon për qasin të rrethi i Çaglavicës që është kolonë dhe po thotë përshëndetje nga qikat e Baqezgjis. Okej, përshëndetje për këtë qikat a bashkë keni çatu vetura? Okej, u dosh me na ka thënë. Nëse unë ju përqafoj shumë. Ti përqafon shumë, unë ju përshëndes shumë. Për ndryshe kolon ka edhe nga rrethi i ambasadës për tek tek rrethi i stacionit. Rrethi duplex që vazhdon te stacioni autobusëve, mos ma fshjellni bre. Kolon ka edhe rruga Tirana për tek rrethi brapa stadiumit, vazhdon tutje kolona edhe në rrugën Zagrebi drejt tek shkolla fillore Model. Këto janë informatat që kanë arritur për çështja për tek rrethi i Çaglavicës, aty ku janë edhe qikat e Baqezgjis. Është me kolon çop, po kjo pjesë është shumë e ngarkuar. Mos sillë aty në 30, atë që po shkon tu sill ka 30 herë. Nëse po duam ju tregu edhe për juve qikat edhe kret ju që jeni në Çaglavicë, në dy anë të rrugës Petrol Company benzinë dhe dizelin e ka vetëm €1.12 për litër, ndërsa në Ajvali e keni benzinën €1.13 për litër e dizelin €1.12 për litër. Mos harroni mu bë dhe pjesë e komunitetit në Viber për me i pa çmimet edhe për pika të tjera të derivateve tek Petrol Company. Ja ku është telefonata që na ka thirr para 10 minutave. Kush është Kojshikja? Kojshikja, po. Në re nuk kanë tu prit Kojshikja, ka thonë atë mos. Kjo është më afër se është thonë Arbri e merr lidhjen më shpejt. Më shpejt ka arrit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Hajde Kojshikët boft mirë. Faleminderit. Po hajde drekës, çka ke përgatitur? Jo më me çaj do kikirika ke ty.
Jo, valloj mi kafe kështu. A të boft mirë, që është kohë drekës po pin kafe. A e pin me Jo, ma pallukonti. ma tani ha drejt ma pak. Do më thënë ja prish pak me kafe ose Andresh tani han buk ma pak. Po, ma pak. Ka gjani farë filozofie e mirë. Jo vallaj, çaja mu shumë në man. Mirë shumë, faleminderit për këshillën. Hajde ku shike tregon aty nëse i kishe pas edhe një paliment. Për çka? Për çka i kishe shfrytzu? Çka kishe vë me to? Na sto muj, na që të që i kem sto muj mi moj krye, jam i pa 2 par men. Çka do të bëj? Ku i shike njerëz po shesin e po japin falas men, pa i vet kërkosh heq, pa i lyp kërkosh heq, që do i bëthu, s'po më që do mi majt. Hajde ku shike, hajde ku shike. Ti na ntru, me na punuam na çu nu drejt, kishum pas ball, ne po 2 par 3 par blen ka imam. Unë e gjithë thëm 3 por men me 2 por men ka shka. Unë e gjithë thëm truni edhe lukthi, do me thonë të pak të na shqiptarët, po më përgjithsisht. Ne lukth edhe ne truash. Abuzimin që ja bojmë na trunit edhe lukthit e knaqshëm. Që bojmë kur gjoh. Nuk i bojmë asnjë organi tjetër për mdogët. Po hiç mos e knaqshëm. Po me kam pas 2 luktha dhe 2 truj, çka kishim. Edhe ato e kishim sagatu. Njërin e kisha lënë te puna, njërin te shtëpia tamam. Po, jo s'kishe mujt me lënë hesaj budall me nuk rën as në punë as në shtëpi. Nëson tash i kisha pas budallum, tash mos u nispiretës. Në shtaj kish pas me IQ ma të lartë. Po, në shtaj kisha pas trunin e punës, e kisha pas më të mirë ato ka shtëpia e kisha lënë. Si ka shtëpia, si me 3 lekë. Mente dyta, në shtaj ishin kom pak mëshme. Kishin shku pa shokull shveçin. Nëse ko shike, nëse na ronove pak po s'ka lidhje. Do këtë çashtu është. Hesh mos tani. Se di kujt fjalë çast po Nuk e dim, na. Ko umet, nuk e dim dhe çish po na merr mend. Ej, të bos mirë kafja, të përshëndesim shumë. Faleminderit. Hajde, faleminderit shumë. Tim para se më shkuti te komunikacioni edhe te telefonata tjetër, po du më ndal te kampanja e Ventura Motors, se më ka ndodhur që s'disa ditë vazhdimisht më pa njerëz që janë bashku kësaj kampanje, janë të ble Vespa cem, edhe janë tu shku drejt, domethënë një qyteti, një Prishtinë pa vetura, avjan ajo ditë në herë me pa më shumë motocikleta e bicikleta e më pak vetura. Nuk e di avjan, por ka nis mirë mbar. Ventura Motors dhe ka sjell një super kampanjë ku nëse e blini një Vespa deri në 125 kubik, keni me i pas derivatet falas për krejt vitin. Do me thonë ti çdo muaj kemi pagu për shembull kostin e Vespës, ndërsa derivatet kemi pas falas. Ose çu shpibjan ose kundërta. Çato pare që kishë dhënë për derivate e pagun kostin e Vespës. Po, çast sa shpejt. Njëjtë, pak a shumë se njëjtë i bën. Motorët nuk shpenzojnë, po domethënë se e krahazon me një vetur standard, po çato i ki 5-60 euro minimum derivate. Minimum, po. Kjo 7-80 as di sa ke komplet për me marr, mos t'ia bojnë ata shtam, mos t'ia dyna. Jo, me 58 muaj më nësh me marr, se është plus në zbritje pak. Mos t'ia lojnë. Plus derivatet falas. Kështu që po du me i përshëndet krejt ata që kanë ble Vespa, e kanë shfrytzu këtë super kampanjë, edhe po na e mbajnë qytetin pak më të pastër, edhe pak më të qetë. Se është një hallaka me vërtet. Vazhdo kolegi nderuar, ku po apo kolegu i nderuar, po sheh pjesë ngarkuara, po vazhdojnë me arrit informata nga Çaklavica për dekrethi i Çaklavicës në drejtim të Prishtinës. Kolon ka edhe në rruga Gim Ramadani nga udhkyçi Menzës te komuna dhe Anasjelltas. Këto janë dhe informata të radhës që kanë arritur sa i përket komunikacionit. Kina marrë përshëndetje gjithandej, po edhe nga Malushi, nga Amerika. Mirëmëngjes Malush. Po edhe ky miku jon që na përcjell gjithmonë hysi, na ka shku thaja, nis bre mo, nis janë mo, ish nervozu diçka, mos të nervozoj hys. Alo, përshëndetje. Okej, te dyja të ndërpren. Na po flasim, domethënë, po bojna pyetje, po dojna me ditë se nëse i kishe pas edhe një por mend, që ty të nejt. Për çka i kishe shfrytzuar ato? Më thonë, përveç këtyne, se krejt e kena ati shumë pasë do me në ne. Varet çfarë qëllojnë se... Po, tash mi pas, tash që shti ushtron edhe te, sa i lypen mu ushtru ato, me bo mësë mi ushtru rinjë që ashtu. Mu konë matë këqia se këto që i kena. Muskull është të kja i doktori, do të me ushtru, të ke, për sa ma shumë që ushtron, qaq ma shumë edhe hinë sistem. Kështu që mi pas edhe një parë që aty të nejtë, për çka i kishe përdorur ato, me thoni kam çto mem veç për çfarë pune. Unë kisha shfrytzuar me shumë çat milionshin me bo, tani qyrim. Ato e kishe lënë veç për milion, sha? Veç për milion, sha. Këto me tjera me shfrytzuar milion. Këto që kam çështu në radio me ty, me najt pa lidhje. Po veç për pa lidhje i kishe shfrytzuar. Nëse mos e ki për me lidhje, po tregoj para se më marr telefonatën që Go Plus Pia Energjike numër 1 në vend e ka kampanjën me
veturat Avatar 12 që po i dhuron 8 Kosovë 8 Shqipëri, bëni pjesë lojës shpërblyese duke dërgu kodin që është 9 kapak loja go+.com. Sa ma shumë kode që dërgoni, as ma shumë keni shanse për me fitu. Alo, përshëndetje, telefonata. Okej, Viber, Alo, përshëndetje. Përshëndetje, unë jam Qazimi. Ku je Qazim djali, si je? Mirë. Qysh ke kalu sot? Pyetja është kështu, Qazim, sikur ti kishe edhe një palë mend, për çka i kishe shfrytzu? Kto mos i preksh iki, po dhe një par tjera mi pas, për çka i kishe shfrytzu? Për Itali, valoj. Për Itali? Po, valoj. Çka kishe boti me ato men Itali? Tu shit men Itali kë? Me taljanka. A Qazim? Me taljanka. Unë se po shka Itali. Ditën e mirë. Ditën e mirë, kalofsh mirë atje, knaqo. Faleminderit, hajtë. Ciao. Emre Qazim, ti kish pas që to men edhe ndriti para 2 ditëve. Ndosë shko, asim mbari shkon s'nasht. Mbrindizi. Mbari, mbrindizi larë, mbari që të kish kaj. Që atë dikon ishtë Po s'deke, larë këta u mundon ani atë natën. E drejtë. E mujtë më shku për gjysore me aeroplan për nejse. Që telefonata tjetër? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Fiona. Faleminderit, kush na përshëndet? Kremi Piraveqit. Hajde Ekrem. Faleminderit, cilit përshëndet. O rrush. Ekrem, nëse i kishe pas edhe ti një palment ekstra, çka kishe bo me to? Valla një pari kom, po kisha pas ekstra. Çfarë ishin kon mas pari shtrohet pyetja? Që to gabime që i kom bo në një Fiona mo se kisha. Çka ke gabu bre Ekrem Rini? Çka ke bo kaq gabim? Valla me të kazu drejt, i kom besur shumë shokve edhe nga ata vetëm njeri ka dalë që duhet. Okej, mirë. Do me thonë me mend e reja ishe kon pak ma indiferent. Nuk ishe lëshu shumë. Edhe isha distancu nga shumica e shokve që i kom pas atë. Okej, faleminderit Ekrem, të përshëndesim. Edhe unë ju përshëndes, kanë një mirë. Ama pëshet që edhe këto mente vjetra nuk është që të kanë shërbi për të keq, se ke pa kush është përimeshok i vërtet. Ama ato se këshin lënë me gabu, këshin thonë që ishtë... Po, pa gabu nuk mënesh me mësu kur që heq. Ment një për ment, 2 pranim, kjo kështë thonë mërna, kështë thonë mos me gabu as shokun e vërtetun e gjenë. Po tash, këti i pidhem, diçka ja ka ndjek, po s'mu m'kallëzën. Prishtina-ticket.net për juve që doni me udhëtu në drejtim të Gjermanisë, Zvicrës, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut dhe anasjelltas, mos harroni që Prishtina-ticket.net është operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës që na ka sjell edhe destinacion Parisin direkt nga Prishtina. Me rezervu veç futeni në faqe dhe mundeni aty për aty. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet çaush? Çaush. Mërgimi me udash me thon, mërgimi me udash me thon për çaush, po ta çes penall. Mërgimi po gabova. Nese. Hajde edhe njëre. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet mërgim? Çaush. Hajde kalzëm i posë një parë men, për shka i kështë përdorë? Po, allohe, vetë është du me punu ma shumë. Me punu ma shumë, se asë po dalin që tu për punë bolla? Jo, allohe, për tash s'po moj. Po dalin për gjithë shka, thuj? Ti kom rapish ma që s'kom punu e ballë. Allah hile. Me thonë, ti ko ke para temen me mujtë me këthuj kohën, ti kishe punu alo, a? Pasha zotë. Allah hile. Pak ma shumë, se jo alo. Unë e Fiona po këshyrim. Po kish punu atëher pak ma shumë. Si të emision dhe në penzion apet si të emision edhe ditën e mirë. Kur kush të në anol? Po, që tape mojnë. Ta vetë me ju përshëndet, me të regu që këmorë në Kosovë. Hajde mirë se ke ardhë, Knaqo. Që shëgjete Kosovën? A shëtite a dole dika e thirën e kënë? Që shka e fjolla? Që ka jetë të thonë? Sajgi motra? Po, i kam dy, pa njënën e kam kanot. E kjo këto Sajgi? Sajgi? A, kjo është qaj e Kushika. Që ta Sajgi ta me shkute vlau Sajgi të kunata. A ti e qaj vlaua? Që kjo është? Që po bën Sajgia? Po, knasë. Ta njef shatë mirën. Qa është mërgjem të falja, tu në kalofsh mirë. Kalofsh mirë dhe ju përshëndes. Faleminderit, përshëndesim shumë. Mos harroni me vizitu Auto Trade për modelet më të mira dhe më të reja të Toyotës të vitit 2025 për i krejt modeleve, ndaq RAV4, ndaq Yaris Crossi, ndaq CHR-i krejt kanë arrit modelet e reja, ka dhe paketa që vinë me zbritje me oferta të jashtëzakonshme, kështu që ju që doni me uratu për 10 vjet, shkoni në Toyota. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Ishte i sot e afron telefonin se e kalon kuzhinë.
Po disa shkon kuzhina nuk kemi kohë. Po çfarë më bën njëri tash telefonin s'po mund të më marr nga vetë. Hajde edhe një herë të provojmë. Alo. Alo, me kë po flasim? O Batero, koncentro më në telefon. I ka hikry pacim. Jas, po vjen keq Bater, po ju që i dini rregullat, a din kur na telefonani mu largu prej telefonit, prej televizorit. E ka mirë, po mamon kështu atë në loudspeaker. Qysh i bjen për kështu? Në autoparlant. Çe tjetra? As ashtu. Ç'ashtu pi thojmë? Zërim, alo. Kush telefonon? Përshëndetje. Hakiu. Si e Hakim? Mirë, faleminderit. Jo se Mirë, faleminderit. Tregom ti nëse kishe pas edhe një palmen. O valloj, oj motër, kisha thonë edhe 120 palmen, edhe na ftem lidh me mend ai herë se me një palmen valloj pak. Ti po thu domethënë edhe një ekstra s'kish mjaftu, po edhe një 100 kështu. Jo, s'kish mjaftu, veç edhe 120 i kisha plotsu për me mujt me bë diçka në ditë sodi. Okej, pse po thu kështu? Kaq pesimist? Se po them është me 3 pika. Hajde, Haki. Vazhdo. A që do 3 pika atë s'na i don mua e Fionës? Jo, jam don, po më kuptoni boll mirë vallai. Po qysh s'po të kuptojnë apo ka pe aty në që s'kuptojnë? Jo, ko i kuptojnë, di sot e ti kuptojnë, po na jo që si kuptojnë edhe kur s'ka me kuptue. Hajde, veç kallzon për çka e ki fjalën mas pari. Ja, për ditë sodet e kam, për ditë sodet, qysh. Inshallah, veç kalojna mirë e hajde inshallah. Hajde. Kalosh mirë këtu. Hajde të përshëndesim se ku ka qenë. Gjithashtu kaloni mirë. O ty beskifaj. Hajde. Po do më kish më shumë. Po më merr mendja do më shkuani gazdo. E di, po kuptoni bëll mirë. Po çysh po të kuptojna? Hajde. Kaloni bukur, janë mirë për programin. Faleminderit Haki, përshëndesim. Merr bileta për unë festival. Po bre. Ndreta dat bileta. Ndoshta ai merr edhe një parë me veti. Jo se herën e kalume. Veç mos më lëp me radio. Alo, përshëndetje. Jo tash me britanes na isa se kish më shumë. Alo, përshëndetje edhe për ty Patërsie, si kalon? O, mirë me juve gjithmonë. Çush e ke pas ditën o Bater? O, valloj, shembullore. Po më vjen shumë mirë. Bater mi pas edhe një parë men. Për çka i kishe përdor? O, pasha zotin arse me i nderuar me i pas edhe një parë men e kësha hup kryet moti. Çka i ebre të thonë, ku e këshe qu? Se njëna menet kishë thonë hinte i kalim, tjetra kishë thonë mos hinte i kalim, edhe... Po ti, jo, ka dole se na ke shkuptu. Jo mi pas të dyjat me një vend, një par i len dikun për diçka, një par i mon me vetis, mund është të dyjat. Për ato... Ose nëse s'ki heq, po i ki një par të reja tash. I ke bo të reja, brendnoje. Valloj, veç e kisha shpëzdue për me bo muzik, mu bo komtari pa. Mi pas edhe një par men, do me thonë t'ja këshe përkushtu komplet muzikës. Se e ke dosh shumë. Ose kisha punuar pun fizike. Po pra ta njef shatë mirën. Po pra. Faleminderit shumë që na ke thirrë dhe po të përshëndesim shumë. Gjithat mirat e po që shëndetin e lumturi gëzim hare e gjithat mirat. Kalofsh mirë, faleminderit shumë edhe ty. Fion shpejt para se me shku te telefonata e radhës edhe një herë për komunikacionin për ata që janë këto momente në vetura, ju tregojmë se qasja për Tekreti i Çaklavicës është me kolon gjatë. Pastaj e ngarkuar në këto momente është edhe dalja nga Fush Kosova për tek zona industriale, e rreth i zonës industriale, rruga Gim Ramadani me kolon nga komuna deri tek Udhkryqi Menzës dhe Anasjelltas, rruga Tirana me kolon po shihet në drejtim për Tekreti prapa stadiumit, por edhe Anasjelltas ka kolon për mjë kyç rrethit duplex në këto momente. Këto janë informatat që kanë arrit sa i përket komunikacionit deri në këto momente. Përndryshe, për juve që dëni me pas pakon infinit që përmbajnë benefite, ju mundsoj me komuniku pa mendua keni minuta, keni internet, po IPCO e ka sjell pakon infinit në dyqanet e IPCO, shkoni aktivizoni ose në shop.ipco.com. Ju që dëni me aktivizu online, me pa qysh me aktivizu. Ja, alo, përshëndetje. O, përshëndetje jashtëksorit. O, përshëndetje jashtëksor, si jeni? Një faleminderit ju si jeni. A je këtu atje, në orbitan tokë? Gjithka si atomi, ku të mlep në gjonë. Okej. Edhe nëse I kishe pas edhe një palment, ti si jashtëksor?
A i gore, baba në mua. Jo. Shta që kom për një dhas pol, po ti. Po mirë dhe një ekstra. Ati që kom në për ordner dom, shtë i kom, ati së në kompjuter, ordner... Kupiru në për rafte, në për... Po sëgur, maj 2025, janar 2025, qa për dion e qeshor 2020... Iri për 3 këti qdo vetë. Okej, interesant. Për 12 mu i ka një parë. Që i thëj bro ordner shqip Ordinary? Zakonshme? Jo, shqip ordner, ati që janë këto ordner, këto kutijat që i vendosë në kompjuter, kështu. A, folderat janë ata? Foldera? Folderat, po. Foldera komë në plot foldera. Që kom folderën e... Folderit shqip i thojnë dosje. Po, folder përdoret. Folder përdoret, po. O folder është anglisht, shqip është dosje. Folder, diçka që e palon që... O, dosje. Unë e kam për shembull një folder të seriozitetit, për desë në herë des për seriozitetit, e kam e përdori ka herë, e kam edhe ato mrolje, se kam një folder vish për mrolje, për më mrolje ka herë. E cila po të mungon? Unë? Apo të mungon në një? Jo, mungoj, normalisht që ka, unë jem të shku të shtu, për ditë, unë deva në kom me një polmen, e tash, adi pesi kom morë veshë në bën me një polmen, kom shku të shtu, do më me, ta pol, të men. Ani, kjo temë së është për ty, kështu bibjanja është të thotë, ti pas ke plot, kështu që tema është për ata që s'kane ekstra, po qka këshim bo nëse i këshim pas. A jep në herë me qira këto menti? Unë? A jep me qira në herë nëse ti këshim? Qa ta rollave si kësha dashtë e kom, po na një tjetër. Unë moti kom qitë bindje me shit. Moti pas problem nga lo kërkosh. A jep me qira se për mi bledh krejt s'po du vish në herë kur tu më vynë. Ka plët që shesin. Ide e fort vallaj, s'më ka kujtu për shtatë Evropa dhe me qira të dhja. Dhe me shit për shesin diçka pak ma ndryshme, ma inovative. Po dojnë allo se shtrajt me ble, po shitën shtrajt. I marru me qira, dolim. Ja, ka që shesin pa pare, me te unumit. Ka që shesin pa pare. Me shopin kështu, donacion bode, të kanë shumë. Ja është toksor, hajt ditën e mirë. Hajde tëngë, falimderit. Mura shumë koha, bet. Shumë më shfart kohët marrë, koha është e juja plotësisht, po, ata që gjënë të nativë mos na e merë, se kohën, okej, nësë s'kena shumë. Fion. Urna, mos vërtet. Qëre, nuk të vynë dy parë men, të vynë vish një kohë e vogël për me shku të i Enza Home. E vërtet. Edhe për me po, besa po të vynë kanë dy parë men aty se do të mi shku dët e atashi do këto. Për ndryshe Enza Home ka zbritje në dhomën e gjumit, ka zbritje në tavolinën e ngrënjës që është zgjeruse, ka zbritje edhe në atë komodinën me pasqyrë. Për juve që po dëni mobilet mira, shkoni deri tek Enza Home, Çagllavice gjeni, ose Enza Home Kosovë. Për juve që jeni jashtë për me pa përmes rrjeteve sociale edhe me komuniku nëse keni nevojë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Gjyshe oje. Ku je gjyshe, a je mirë qyshje? Shumë mirë jam. Çka ke bo? Kemi bo, kemi pi kafe, kemi pi soka, kemi pas musafer, nusën me qika, ta shaka nisë me si të fli. E pas ke trash muhabetin. Oj gjyshe. Urna. Mi pas edhe një par men që kështë bo. S'kisha si fli. O, pasë një zëtë që më ka falë shpishën. Ha? Jo një por men. Po njerë të pas 3-4 por men. Po ti kishe pas edhe një por, se nas po thojna sa por men kishe pas qef mi pas. Ti kisha pas edhe një por. Hajde. Nuk di, i kom harxhu tash ti kisha pas. I kom rapi shpan. Për çka i kishe shfrytzu gjyshe? Nuk po di për çka më shfrytzu, se s'kam çish më shfrytzu, apo din. Veç me maj shnetin, a di çish, i shfrytzoj me maj shnetin mirë, më shkute mjeku, me njekë reglat, mi bo shtrimet, me këshirë trupin tem, më shku dikon më shëtit. Po, kështë lan këto veç për qef, pas ke pas mi lan këto me për qef. Veç për qef, s'kam, edhe kam me edhe mi dhonë dikujna pak. Ki mi dhonë mena, gratis pja. I kish dhonë. Jo men mi nëzirë, po të pedin të shush është ajo, pedin. Veç adin me këshilu. Do të mi atë mi nëzirë pi pjërë të thekoj. Okej, gjyshe. Ja, qyre, atë që thujnë, u len me një par men, tha dhe vdish me një par men, ashtu s'ban. A s'ban, do të mi ndrua. Po për qa do dhe po pysim edhe na? Po edhe na, anë që ato deshta me thonë, a s'ban ato. Bili të dikush du të 3 pare, 4 pare, milion rezerve. Okej, gjyshe, edhe te pas ke bo si ashtë toksori me foldera. Falimderit që na ke thirë, rejt bof mirë flia. Normal, se po gjej ashtë toksori, më dhone. Jo, po vrejesh, falimderit të i gjyshe. Faleminderit edhe për ju. Përshëndes, bof mirë flia.
tema është pak edhe si sharake, të më kesh. Po që sharake, vallahi, oj gjyshe. Ne bojmë të tilla, po 99% temave që i kena na mundi mi ju qas, domethënë, a dim pak me humor. Jo pak, po bajag me humor. Unë kam sefë edhe me humor më po. Po bre gjyshe me humor se tani boll po kena aksi. Ju po që të edhe na juve, faleminderit shumë. Edhe prej temave ma që sharake, ma relaksuese që kena buj, keni marrë me çat seriozitet domethënë. Që i kemi rapi shman më ndoj me cimin. Se bonëm këte. E vërtet e nëse 049-978-978 numri jon i telefonit për këtë ju që po na thini në këtë momente. Jemi live edhe në YouTube, mos harroni me hyrje dhe më na bëj subscribe, edhe gjithmonë ju vjen njoftimi kur fillon emisioni edhe shihni emisionet tona që publikohen mas orës 18. Mandej keni Glam Radio edhe në Instagram, në Facebook edhe në TikTok. Na bëni follow për me i pa të gjitha njoftimet tona edhe çdo lajm që përgatitet edhe publikohet nga stafi. Leo për ndryshe. Po, për ndryshe, për Leon edhe për krejt ata që kanë qef me u kënaq me shku me një spat mrekullueshme, mos harroj me vizitu Swiss Diamond Hotelin, se i ka spate mrekullueshme. Përveç spave i ka dhe dhomat e mrekullueshme, i ka dhe ato sallat për juve që dëni me organizu diçka, kështu që për çfarë do rezervimi që keni nevojë në Swiss Diamond Hotel, përveç rrjeteve sociale keni edhe numrin 038 220000. Ja telefonata. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Josa në telefon. Telefonu siri. Jos ju shje. Hej, po mirë, po shokesh me ju. Faleminderit. A jem punë, a jem shtëpi? Ja, që tu para ju shem. E ke kry punën. Hajde Jos, nëse i kishe pas edhe ti një falment ekstra. Ekstra mi pas edhe një falment? I kisha lënë kitonën tjetër edhe me shtur ditë sot si kisha përzihesh. Si kështë përzime këto sotit? Ja, absolut. Hajde po supozojmë që këto sotit shkun, ecen, këto trejat, për çka i kështë përdor? Jo, këtu i kështë alon, apet po vish 2 orë ditë isha këthy ka këtu men. Isha dollë të këfil ka ato tjera. Edhe çka kështë bo për ato 2 orë? Isha kënos me dërtit. Po çka? Arktim, shëtitje. Hish, kjo shalë s'ka kur farë përdej për shkëtjet. Dhe me thonë, i kështë bo blok gjithë shkafit, veç knatësis? Veç knatësis, isha këthy kështë hongër buk. Pi një gotë raki 2, apet si isha dolla nina. Bol mirë. Ja, si isha marrë me këtu, absolut. Se nuk pa një përzi se infektuar në dhe ato me këtu atër. Shka bona kur gjo. Faleminderit Jos, jo, kur gjo zban tani. Kur ti përzin që shpi përzime dhe na, kur gjo zban heq tani. Jo, heq. Isa interesant i shkon me pas një 2 orësh në ditë që shpo thot Jos atësim. Edhe mos me ditë që ekziston kur gjë tjetër përveç kënaqësisë. Po faleminderit o Jos. Faleminderit Jos. Ciao Tung. Gjithat mirat. Mos ti lodh ti çështu pa, po rredhe pak çu po shoh. Po unë prita që po rrem pa ecë. Po ata se hiç të më soi lajtë më nejse. Bleni një gotë ujë rrugove që më pas pi se si shbonami. Alo. Pije. Alo. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Në ndëgjuse nga Prishtina. Hajde ndëgjuse si kalon? Mirë, faleminderit. Po ju ai një mirë apo lutë? Mirë, faleminderit edhe na ndëgjuse mirë jemi. Tregon na ndëgjuse ti kishe pasur edhe një par men. Për çka i kishe përdor? Ne kisha lënë ato rezerva ato me menua çka më bën nesër, pas nesër edhe veç me një kafe dhe të menua. Tjetër kur shot mirë. Domethënë i kishe lënë aty me të çellu. Po, rezerva. Ne bre kojshike. Jo, kjo keni ndëgjuse, kojshike është tjetër. Faleminderit shumë që na ke thirr. Faleminderit. Kalosh mirë, tong, miru dëgjofshim. Nëse, hajtë se s'pe thëmë, dashta me thonë diçka, po s'pe. Në deshta me thonë diçka. Po runa. Po shkojna dhe në Olbi mo. Hajde shpejt. Jeto pa limite, kalo rrugën te, përfito shërbime falas për të jetën, mirëmbajtje të llogarisë, mirëmbajtje të e-banking dhe Tap Mobile. Lëshimi debit kartelës, 0 euro komision për pagat ndërkombëtare. Tap. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimin që na ka ofruar shumë. Na ka mësu për qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë dë vjet, për qysh mu dok serial s'kur duhet.
qysh mi kombinu ngjyrat. E qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në dorë. E ndjetor me dhurata me ikzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmon vendi familje son. Kredi për bizneset vogla deri në 120.000 euro, pa hipotek dhe mënon efektive interesi prej 6.25%. Një mundësi ideale për mbështetur dhe zhvilluar biznesin tuaj në The Arman. Banka Raiffeisen. Make it happen. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Por kthehemi në 049978 po vazhdojmë po presim informatat e juaja rreth komunikacionit, edhe njerë po duam i rikujtuar çmimet e Petrol Kompanisë në Çaklavic në të dy anët e rrugës, edhe kur e poshtë se i rosha ne thash qysh bën 1.12 edhe benzini edhe dizeli 1.12 për litër është. Ndërsa në Ajvali e keni benzinën 1.13 e dizelin 1.12 për litër. Për juve që nuk doni mu çudit se unë mundeni mu bë pjesë e komunitetit në Viber, në Facebook e kërkoni linkun, aty mundeni me marrë edhe informata që mu bë pjesë e lojës shpërblyese për vetëse, mundeni me u bë pjesë e atij komunitetit në Viber. Alo, përshëndetje. Pa kënë shuje të pas në shu. Alo? Po? Që sa kështu? Okej, faleminderit shumë. Jo se ishte vetëm kështu një dëgjim i lehtë aty në telefonat. E përshëndesim shumë, faleminderit shumë që na kanë dëgjuar me vëmendje. Alo, po e presim telefonatën tjetër 049-978-978 dhe njerë numri telefonit për ju që më na dëgjoni përmes radios. Alo. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Një Kojshi. Kojshi. Jena vot famë shumë se në rëbri, të shumë jeni bobre. A do në prezentua jo? Urda? A do në prezentu për vëma jo? Jo mëre Kojshi më supar. Jesë marë, ma më kalaj. Anje, le Kojshi se je i vetëmi Kojshi që na thirë. Këtë një Kojshi, ke vishti e Kojshi, kështu që identifikojnë ma let. Edhe Kojshi me i pas edhe një par men ekstra. Mi pas edhe një par men ekstra i kështë shurente. I kështë shurent? Lëshojna men me qira. So e kështë për sa dit, për sa ora që shekë? Me kasko a pa kasko? Me sigurim normal, që menuat ti? Ma mije, me kasko. Se po ti rok në i kush? Mi më në i kush. Po ti rok në i kush. Sa i shkon dita? Sa i shkon dita? Se me orë pak. Sa bilike dhe sa me thonë 50 euro. 50 euro, së të imbolike. E ishte me men ko gja për një ditë më nëshë. Korë si djetë. Dikuj ne e vyni, hinë punë. Po, me men s'ka që më në stimi. Reklamën kë me men s'ka. A din merre me të mija, mos është të nëzotuat. Nëse dëshironi që të ruani mente keres. Merri me të mija. Ja ku i ke pinqe treja për 50 euro. Me të pëllë plus. Nuk jetë mënu me dhe sigurimi gratis. Mos i mëno me të tua, merrit mijat. E na kena shumë kësi ide pa lidhje që na vinë për lloj temash, se tu bo reklama çdo ditë, tu një reklama çdo ditë, tash na lidhen let. Edhe Kojshi, qa ka tre? Qashtu me po shes. Me qira. Të shit me tuja. E të falenderojna shumë që na thire. Edhe na gjithashtu. Ishte gnaci. Suksese. Tung. Alo, përshëndetje tjetra. Alo. Okej. S'po do me fol tash. Me zërë sështina me fol. Edhe njerë komunikacioni. Kolona është në këto momente poshtë vetërnikut. Jo, s'qen ka kolon, pak. Mos e të prani. Po nga rrethi duplex tutje për tek rrethi ambasadës, po, kjo është kolon. Kolon ka dhe hyrja e Prishtinës nga lagja Lakrishte tutje deri tek udhkryqi i katedrales, e ngarkuar është rruga Gim Ramadani për tek udhkryqi i Menzës dhe Anasjelltas.
Këto janë informata që kanë arrit. Alo? Teuta. Alo? E ka internetin e dopt. Alo? Më vjen kesh mi analë se ka thirë sa herë, po s'kena që ka me bo se jena gati në fund të emisionit. E po presim, për mos me pas problem është mirë me na thirë numër 049-978-978, sepse aty e keni shumë letë për me arrit dhe një të linja, edhe do më thonë nuk ndodh me unë ndërprej kështu me pas problem si Viber. E mesazhet që po vazhdoni po i dërgoni në këtë numër, krejt kena mi lezu në pjesën e dytë. Në pjesën e parë, më thonë, nuk kena mundësi mi lezu, se ka njerë për na shkruajnë, për na thojmë se s'pi lexoni mesazhet, e pjo dërgojna mesazhe, anë kënej. Krejt në pjesën e dytë i lexojna mesazhet dhe mundin e mi ndjek përmes Glam Radios, glamradio.fm për juve që jeni jashtë Kosovës, ju që jeni këtu 88.6 ose 102.0. Telefonata e radhës, kush na ka thirr? Teuta si je që sa mirë? Po të problem me internet, diçka? Me internet po të problem, fani se të na internet është zero, vëlla. Nuk e di Teut, po e pash që po të problem, se shesha që po na thirë e ketë në regull, po të është problemi. Po e Teut? Po? Mi pas edhe një par men, qa kështë bo Teut? More, arsem. Hajde kalzam. Si kur t'i kësha pas edhe par men, kësha di që është ka me qysh mi shfridzu. Qysh i kështë shfridzu e Teut? Mërar se, isha doll, vez, kësha lon pashetit vre, hec. Do më thonë, i kështë lon që do me, vish për me bo qef, vish për shpirtonin, që thuj. Që shpër të rinja me qëllit. Me qëllit, bre Teut, do më thonë, i kështë lon aty atë folderin që thamë na, a dosjen qëllmen. Po, qashtë, me dojnë me o kënosh. Alla, hile, tregom, Teut. Qka kishe bo senin e parë që kishe pas shef me bo që t'ka met marak për me bo? Tregom drejt. A beson që m'ka met marak me bo një jetë? Drejt tregom. Drejt po t'ka zëj. Hajde. Edhe i shola kom ymë rapet. I shola më vinë met, po? Se i kumë quren. Edhe një vetur vojzës tam ja ble për qepshtë. Vojzës tonë, e për veti? Po. E për veti e ka, ma kam bledi jamët. Okej, do më thonë, me qitë veturën që e ki, ti kishe pas met, mi pas met, që do met e reja, që po do mi bo, ku ishe shku? Po, kësha lon ven, drejtër, po, ku s'isha shku, po në bot, kësha lon ven, pa prek në dorë. Po, normal, bre, Teut, normal. Teut, po të përshëndes shumë, edhe po shpresoj me mujt mi abo vojzës një vetur, edhe po më pëlqen ideja, po më pëlqen dhurata që për mendon për vojzën. Da, s'ka, kur mendojnë vojzët për prindi për vojzë gjithmonë mendon. Po normal. Faleminderit shumë që na ke thirr. Menderit qofshi, e kaloni bukur e më së ljavë. Faleminderit. Për ndryshe për juve që dënë ne farë dhurate pak ma të vogël, më falë fion. Se mos i ke puna të dhurata dhe kur dhe vojzat, tash se stolit nuk i mojnë vish vojzat, i mojnë edhe djemët. Edhe ka shumë stolit mira besa atje në Rubin. Sot kesh i pash, usilla, po, edhe i pash do gurçmuar diamantit. Qysh po ta knaqshin synin, adin se thojnë ta vron synin diamantit, nuk ta vron ta knaq. Në Rubin, qendër Prishtinës, në Albi Mall ose në Ferizaj. Që telefonata? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Fion. O, përshëndetje, Ahmet. Ajni mira që shenja. Mirë, t'ja je mirë, shtrot pytja se na. Te vete arsimje. Mirë, ju shpe krejt vetë mirë, rahat shmash? Kete, alhamdulillah, vetë zot zgate. Ani mirë. Ahmet. Ma mirë, s'ka se qysh. Mi pas edhe një par men, Ahmet. Po, vallohi ti kisha pas edhe një par, kur s'kisha orë që ka. Në Gjermani s'kishe shkua? Kor heq. Pse? Sebe, Fion, për të nejtive në ka shku jeta për të zi, bre ka, për të zi, vallohi. Qysh bet ka shku jeta për të zi, kur këta në të mirat i ki? Ja, bet mirat po, be, po këtë të mirat nuk të knoqen atje, këtu mu het të qiet knoqen atje, bile... Po neve këtë s'po na knoqin që do që e kena, aty atje s'po të knoqin, zdi do me thonë. Se për meni me kash... Me hange me piki, po jet nuk ki, Fion. Jet s'ki. Ti ndëgja, kjo është su konaj burgi i lijer. Që është më nxes, shkon pun, vjen të shpia flen, vjen pa shpeje, vjen të shpia, pas të rohësh, ha bok, edhe ja fut gjumë. Që është nesër, njëjtën e banë. Burgi i lijer. Po nesër, që ashtu bojnë edhe na, po... Okej. Ja, është pakës ma nëryshe, sa unë i pak natësia tje, pakës ma nëryshe, del atë, del shotit, është pak ma nëryshe, del me një kafe, unë gjësh,
pagun dikush, i pagun diçka, e nron një llaf një mohabet. S'ki martohen me pse atje mungon për shembull, çka është puna që se keni shoqnin afër, nuk keni rreth për shembull, a thjesht keni pas mundësi mu lidh me Gjerman ose me që tash unë 54, jam çaq po valloj fjon që tash penin edhe trupi lodhë shka pak vjen të me pushu. S'kom qas pa 54, unë pëlqej që të qysh e pa. Bravo! O, shumë optimist është ky, shumë pozitiv si person, për që ato po më çudit që po folin do 50 vjet, po thojnë e pat, aty po më çuditën. Kur e vet 50 vjet. 50 vjet, top. Ja, po ploks jam kuhen më të mirë 54 vjet, apo. Po bra. E kalshu pak, e dekanis ka pak, po do të mjavnu ka pak silikon me mshil ato farë vrima. Qashtu? Veç jep janire në gjyra, met edhe shiet, ku ta kalshu. Pimshaj, mas pori pimshaj silikon tani me në gjyra dhe më të ndërë. Pozitivisht, mos me nashtu keq. Edhe një përshëndetësor arsimin, dhe që më më thirë me lyq që keni lyq, ju ka shkuj ka thirë qëtër kanë e ka lyq që më kalon pa punë, pse? Ska ona këtu vet lyna vet, në gjyna krejt. Jo si kur ju atje me thirë. Jo më në Gjermani të këshim thirë ty, po jera këtu edhe kështë lyna vet. Për qoshe kësë rodhe e ndriti se i gotë. Faleminderit për përshëndes. Hajde shime ja. Hajde ju përshëndes e kalov shimia. Ciao, auf Wiedersehen. 049978 s'dia mundemi me pranu, po besoj që kemi kohë për me pranu edhe një telefonat fundit, për para se me pranu telefonatën, mos harroni kur shkoni në markete tek ajo linja e proteinës, për juve që doni me pi buding me protein, e keni zotit, edhe merrni sepse është më i miri me 27 gram, po pa gluten, pa sheqer shtuar, pa laktoz, pa si aroma, si farë ngjyra. Keni protein line më të mirin, kur i kryen ushtrimet, e merr po cilën do prej aty, cilën do prej linjës e merr se ndihmon në rigjenerim, në rikuperim të muskujve që po i sakaton me mëngjesti. Alo. Sakatova. Alo. I knoq. Alo. Okej, veç pak fjon për ty është. Alo, përshëndetje. Okej, jo, s'kemi kohë, ashtu s'kemi kohë. Faleminderit shumë për telefonatat, faleminderit për mesazhet. Pjesën e dytë vazhdojmë me mesazhe. Edhe nëse doni me pa emisionin Glam Radio 886 e keni pas orës 18. Deri nesër mos harroni me bë ato që duni me bë gjithmonë me shumë dashni, paqet plot shëndet. Shumë dashni se veç këto meni kena, nuk ujna mi pas as dy para as rivali, çdo që tirujmë edhe ti shfrytëzojmë veç për sene të mira, për sene pozitive. Shihemi nesër për ju që s'keni mundësi me vazhdu me na ndjek, ndërsa për dëgjuesit tan rikthehemi pas pak minutash.